Presidenti i Republikës Bamir Topi dorëzoi flamurin kombëtar ekipit përfaqësues shqiptar i cili do të marrë pjesë në lojrat olimpike speciale 2010 të Evropës dhe Euroazis, që do të zhvillohen në Varshavë do Polonisë. Me këtë rast në mjediset e presidencës u zhvillua një ceremoni e veçantë ku ishin të pranishëm shumë personalitete dhe përfaqësues të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, trajner dhe sportistë në vite. Konkurrimi modest i 12 fëmijëve nga Shqipëria në lojrat olimpike evropiane që do të zhvillohen në Varshavë do të jap këtyre fëmijëve një kënaqësi të veçantë, sigurisht në ato lojra ku ata do të kenë mundësinë të marrin pjesë. Kjo lëvizje speciale në të gjithë botën ka angazhuar rreth 3 milion fëmijë dhe vetëm në Shqipëri ka angazhuar 3.000 prej tyre. Kjo tregon që me përmasat që ka Shqipëria, angazhimi në këtë lëvizje është një gjë shumë domethënëse dhe që tregon që fëmijët në nevojë, kujdestarët, prindrit kanë nevojë që këta fëmijë t'i fusin dhe t'i integrojnë në jetën normale. Zonja e parë Teuta Topi do të shoqërojë ekipin në këtë lojra.